Përshëndetje miq, unë jam Elina Lazar dhe ky është libri im I parë, Poezia e gruas. Një përmbledhje ndjenjave që nuk u than dot me fjalë, por u derdhën në vargje. Ky libër lindi nga heshtja, nga netët e gjata ku fjala ishte vetmja shoqe dhe nga dashuri që më mësuan çfarë është humbja e çfarë do të thotë të rilindësh si grua. Në çdo poezi gjendet një copës shpirti, një ndjenjë që s'u tha dot, një dhimbje që u kthye në forcë. Poezia e gruas është zëri I brendshëm I çdo gruaje që ka heshtur shumë, që ka dashur thellë, që është rrëzuar, por është ngritur sërish, më e fortë, më e bukur dhe më vetvetja. Është libri im, por është dhe libri I çdo zemre që ka ndjerë, sepse çdo poezi është një shpirt që flet, dhe unë kam zgjedhur të ndaj shpirtin tim me ju. Mirë se vini në botën time poetike dhe mirë se vini në poezinë e gruas.